Dikur, në një lugin të ndritëshuar nga dielli me skodrave të valëzuara, ndodhi një fshat i vogël dhe i bukur, i njohur për pemët e tij madhështore dhe lumenj që rritnin të qetë. Në qendër të sheshit të fshatit qëndronte një portokall i madh me degë të mbushura me fruta të arta dhe gjethe që shkëlqenin si argjendi në erë. Fshatarët besonin se nuk ishte një pemë e zakonshme. Sipas legjendës, ajo ishte mbjellë shekuj më parë nga një udhëtar misterioz, i cili nuk dihej se nga kishte ardhur. Pema mbante një sekret magjik. Kushdo që i këpuste një portokall nga dega e saj e lartë, do të kishte një dëshirë të realizuar. Por kishte një kusht, vetëm njerëzit me zemër të mirë mund të arrinin frutin më të lartë. Shumë e kishin provuar, djem të fuqishëm, tregtar të pasur, madje edhe pleq të mençur, por askush nuk ishte mundur të arrite. Sa herë që dikush ngjitej në pemë, dega më e lartë shtrihej dhe më lart, duke mbajtur frutin e saj të artë jashtë çdo mundësie për të mbërritur. Në këtë fshat jetonte Lucia, një vajzë e bukur me sy të butë kafe dhe flokë të dendur në ngjyrë ari. Ajo nuk kishte pasuri, nuk kishte shtëpi të madhe, nuk kishte rroba të bukura, por kishte një zemër plot dashamirësi. Ditët i kalonte duke ndihmuar të moshuarit, duke u kujdesur për kafshët e sëmura dhe duke mbjellë lule përgjatë shtigjeve të fshatit. Edhe pse shumë vete admironin Lucian, disa talleshin me mirësinë e saj. Ajo humb kohën me të dobtit, tha një tregtar i pasur duke përqeshur. Ajo duhet të mendoj për të ardhmen e saj, tha dikush tjetër. Por Lucia nuk e kishte mendjen tek pasuria apo te fama. Për të, më e rëndësishme ishte lumturia e të tjerëve. Një mbrëmje vjeshte, ndërsa qielli ishte ndezur me nuanca të kuqe dhe ari, një i huaj përriti në fshat. Ishte një plak udhëtar, i veshur me rroba të vjetra dhe i mbështetur në një shkop të thjeshtë druri. Fytyra e tij ishte mërhydha nga vitet, këmbët i kishte të plagosura nga udhëtimi, por sytë e tij, megjithse të lodhur, mbanin mençuri të madhe. Fshatarët e shmangën duke përshpëritur se ai është thjesht një lypës, por Lucia, duke parë lodhjen e tij, nxitoi pranë. Zotëri, duhet jeni i lodhur dhe i uritur, e jani në shtëpinë time dhe do t'ju përgatis një vak të ngrohtë. Sytë e udhëtarit shkëlqyen nga mirësia dhe kureshtja. Ai tha: "Je shumë bujare, bia ime." Lucia mori në shtëpinë e saj të vogël dhe përgatiti bukë të ngrohtë, qumështie të freskët dhe një pjatë me supë të shijshme me perime aromatike. Ndërsa ai hante, pyeti: "Më thuaj, Lucia, nëse do të kishe një dëshirë, cila do të ishte?" Lucia mendoi për një moment të gjatë përpara se të përgjigjej. "Nuk do të kërkoja asgjë për veten time, por do të doja që askush në fshatin tim të mos vuante nga uria apo të ftotët." Udhëtari buzëqeshi: "Një dëshirë fisnike, vërtet." Të nesërme në mëngjes udhëtari e çoi Lucian te pema e vjetër e portokallit. Fshatarët u mblodhën duke përshpëritur dhe duke parë me kureshtje teksa ai foli. "Lucia," tha ai, "ngjitu në pemë dhe këput portokallin më të lartë." Fshatarët qenë. "Ajo është e mirë, por nuk është e fortë," mërmëriti dikush. "Pema ka refuzuar edhe burrat më të guximshëm," tha një tjetër. Por Lucia, duke besuar në mençurinë e udhëtarit, vendosi duart mbi pemë dhe filloi të ngjitej. Ndërsa ajo ngjitej, ndodhi diçka e pabesueshme. Në vend që të largohej, dega e lartë u përkul drejt saj. Portokalli i artë që kishte mbetur i paarritshëm për vite e vite, ra butësisht në duart e saj. Një pshërëtim abije u prap mes fshatarëve, udhëtari moshuar u drejtua dhe, para syve të tyre, rrobat e tij të grisura u shndërua në një pëlhur të artë bezulluese. Shkopi i tij i drurit u kthye në një shkop prej argjendi që lëshonte një dritë misterioze. Ai nuk ishte një udhëtar i zakonshëm.
Ai ishte një shpirt mbrojtës, i dërguar për të vënë në provë mirësinë e fshatit. Ti ke vërtetuar veten të denjë, tha ai. Zemra jote është e mbushur me mirësi dhe jo me lakmi. Dëshira jote do të plotësohet. Që nga ajo ditë, tema e portokallit dha fruta pafund. Pavarësisht stinës, gjithmonë kishte mjaftueshëm për çdo fshatar dhe askush nuk mbeti më i uritur. Sa për Lucian, ajo mbeti zemra e fshatit. Njerëzit nuk e tallnin më mirësinë e saj, por e festonin, duke kuptuar më në fund se pasuria e vërtet nuk qëndron tek ari apo tek pushteti, por në dashurinë që ndajmë për njëri tjetrin.